Të këtij vendimi të gjykatës, ne do të apelojmë në shtetin suedez që fëmijët na takojnë neve, po pra për gjithë ata që nuk e dinë, fëmijët kanë vetëm një nënshtetësi, dhe ajo nënshtetësi është suedeze. Pra fëmijët ishin tek ne sa ishin në Kosovë, por shteti suedez normalisht që i kërkon personat të cilët kanë nënshtetësitë e tyre. Pra ne kemi kontakt me fëmijët vazhdueshëm me ta. Ajo se çfarë na ka ndarë, themi kështu, ne dhe ata, ka qenë një vendim i gjykatës. Pra me anë të këtij vendimi të gjykatës, ne do të apelojmë në shtetin suedez që fëmijët na takojnë neve, nëse jo në shtetin e Kosovës, atëherë ku është më lehtë për ta dhe më mirë për ta të na afrohen neve në një formë ndryshe apo tjetër, të cilën ata mendojnë më mirë. Gjendja e familjes tonë nuk është se ka qenë e mirë, për shkak se ne nuk e dinim se çfarë vendimi do të vjen, përveç se kemi kërkuar çdo herë dënim me burgim të përjetshëm. Fakti që kriminalët u dënuan me burgim të përjetshëm, atëherë për ne është më e lehtë dhe komunikimi me fëmijët do të jetë i vazhdueshëm dhe do të kërkojmë që ata të na bashkohen në familjen tonë. Çfarë mendimeve ju kanë shoqëruar që prej nëntorit të vitit 2023? Po ne, domethënë, prej fillimit kemi besuar në drejtësi, domethënë, pas ngritjes së akt akuzës, ne kemi punuar shumë në akt akuzë bashkë me avokatin. Ne çdo herë kemi qenë të sigurt se këta duhet të marrin dënim me burgim të përjetshëm.